I vendosur në zemër të Shqipërisë, Berati po shndërrohet shpejt në një nga destinacionet më të kërkuara për vitin 2026, shkruan faqja e njohur turistike Travel Launder World. Shpesh i referuar si qyteti i 1/1 dritareve, Berati ofron një përzierje unike të historisë së lashtë, arkitekturës tradicionale dhe peizazheve natyrore marramendëse. I njohur si një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ky qytet tërheqës premton një përvojë udhëtimi të paharrueshme për çdo që dëshiron të zbulojë mrekullitë më pak të njohura të Ballkanit. Bukuria e Beratit nuk qëndron vetëm në rrugët e tij piktoreske, por edhe në historinë e tij magjepsëse. Si një nga qytetet më të vjetra në Shqipëri, Berati daton që nga shekulli i 6 para Krishtit me gjurmë të së kaluarës, së tij ende patukshme në monumentet e tij arkitekturore. Qyteti ka qenë një qendër kulturore dhe fetare gjatë shekujve, me shtëpitë e tij të epokës osmane, kishat bizantine dhe fortifikimet e lashta që formojnë një tapet të pasur të trashëgimisë së tij historike. Kalaja e Beratit, një nga monumentet më ikonike të qytetit, qëndron me krenari mbi qytet, duke ofruar pamje panoramike të zonës përreth. Brenda kalas, vizitorët mund të eksplorojnë kisha të lashta, xhami dhe një sër struktura të ruajtura mirë që tregojnë historinë e evolucionit të Beratit gjatë shekujve. Planimetria unike e qytetit, me shtëpitë e tij të lyera me gëlqere zbresin poshtë kodrave, është një mrekulli arkitekturore që përzihet në mënyrë të përsosur me peizazhin natyror. Kalaja është një vizitë domosdoshme për çdo që vjen në Berat. Brenda vizitorëve mund të shëtisnin në për rrugët e ngushta me kaldrëm, të vizitonin kishat e lashta dhe të admirojnë pamjet mahnitse nga maja. Kompleksi i kalas gjithashtu strehon një muze, ku mund të mësoni më shumë rreth historisë së rajonit dhe qytetërimeve të ndryshme që kanë lënë gjurmë në qytet. Mangelemi është i njohur për shtëpitë e tij ikonike me stilin osman, ndërsa Gorica ofron pamje piktoreske të qytetit dhe lumit përreth. Eksplorimi i këtyre zonave ju jep një pamje të jetës së përditshme të banorëve të Beratit, do të jeni në gjendje të admironi arkitekturën e ruajtur mirë dhe rrugët piktoreske. Berati ndodhet pranë lumit Osum dhe një tur me varka përgjatë ujrave të tij ofron një mënyrë freskuese për të përjetuar bukuritë mahnitse natyrore të rajonit. I rrethuar nga gjelbërimi dhe shkëmbim të lartë, ujërat e qeta të lumit ofrojnë sfondin e përsosur për një arratisje të qetë. Qyteti është i njohur për gëtimet e tij të shijshme tradicionale, duke përfshirë tapo si një pjatë me qinj të pjekur dhe kos përges, vera vendese. Shumë restorante në zonë ofrojnë pamje mahnitse të lumit dhe koshtjellës, duke bërë një përvojë paharrueshme ngrënjeje. Kombinimi i historisë, kulturës dhe bukurisë natyrore e bën atë një destinacion që duhet vizituar patjetër ato që kërkojnë një përvojë autentike ballkanike. Me më pak turma njerëzish se sa destinacionet më të famshme europiane, Berati ofron një atmosferë intime dhe paqësore, ku udhëtarët mund të zhyten vërtet në kulturën lokale. Qeveria shqiptare është e përqendruar në promovimin e turizmit në rajone si Berati, duke investuar në infrastrukturë dhe zhvillim me turizëm për të përmirësuar përvojën e vizitorëve. Kjo e bën vitin 2026 kohën e përsosur për të eksploruar këtë perlë të fshehur përpara se të bëhet një destinacion turistik më i popullarizuar.